Konfirmohet rasti I pari I murtajës të baktit e imta në Shqipëri. Pas denuncimit të një fermeri nga Postriba e Shkodrës se disa bakti kishin ngordhur pas një sëmundje, Agjencia Kombëtare e Veterinarisë kreu analiza dhe konfirmon se të imtat ishin prekur nga virusi PPR ose siç njihet ndryshe murtaja. Me konfirmimin e rastit, Agjencia Kombëtare e Veterinarisë bën me dije se janë ndërmarrë të gjitha masat me qëllim kontrollin, izolimin dhe menaxhimin e situatës në terren. Shërbimi veterinar ka marrë gjithë masat, duke vendosur fermën në karantinë 21 ditore, si dhe duke proceduar me masat e tjera sipas planit kontingjentës. Ndërkohë, sot bëhet eliminimi I këtyre krerave në fermë dhe bëhet disinfektimi I fermës dhe ngrit grupet e punës për monitorimin e zonës 3 dhe 10 km. Bashkia Shkodër dhe Bashkia Mërësisë Madhe, ku nuk lejohet lëvizje e kafshëve. Ky institucion I bën thirrje të gjithë fermerëve dhe mbarështuesve të kafshëve të imta, dele dhe dhi, që të zbatojnë masat parandaluese dhe të kufizojnë lëvizjen e kafshëve brenda dhe jashtë fermave. Në çdo rast të shfaqjes së simptomave të dyshimta si temperaturë e lartë, rrjedhje nazale, inflamacion e syve, diarre apo ngordhje e papritur, duhet të njoftohet menjëherë shërbimi veterinar rajonal. Agjencia Kombëtare e Veterinarisë sqaron se murtaja e ruminantëve të vegjël nuk është sëmundje zoonotike, pra nuk transmetohet te njerëzit dhe nuk paraqet asnjë rrezik për shëndetin publik.